pajisjet e identifikimit dhe rezulton që edhe pse ju jeni banori I kësaj lagje për 25 vite dhe këtu kanë votuar 25 vjet. Vi si pas rregullave me kartë identiteti dhe me sërëdhatin. Kati parë, kati dytë, kati tretë nuk je. Tani më thonë në një godinë tjetër që kena bërë kati tretë. Tani kjo është Ju problemi. përpara keni votuar këtu ku erdhët? Tu, në katin e tretë kanë votuar. Me kë keni ardhur sot? Bashkë me gruan kam ardhur. Edhe bashkëshortja? Po bashkë. Nuk e ka emrin në këtë qendër votimi. Vemi te kati tretë atje. Do shkoni në një shkollë tjetër? Jo, te kati tretë një ndërtesë që bëhet këtu thonë. Ndërtesë tjetër. Është një ndërtesë që bëhet këtu afër, do ikim kati tretë. Do vemi të votojmë. Më përpara kishit kërkuar emrin tuaj në Ill Benja? Jo, nuk e kemi kërkuar, po e dim që këtu kemi votuar 20 vjet. Keni votuar 20 vjet në këtë qendër, në kushtrimin. Bile se edhe te ky kat. Shohim Ola pra që qytetari prej vitesh ka votuar në shkollën Kushtrimi i Lirisë, në këtë kat të shkollës ku ne ndodhemi, por sot emri ka dalë në një godinë tjetër dhe ai këtë informacion e ka marrë vesh vetëm pak minuta më parë. Do doja në fakt të futesha në një nga klasat e shkollës Kushtrimi i Lirisë. Këtu në fakt jemi në njësinë numër 1, në një njësi që ka shumë klasa ku votohet në shkollën Kushtrimi i Lirisë. Vetëm pak më parë pam një qytetar që erdhi këtu dhe tha për 20 vitesh kam votuar në këtë qendër votimi, por sot shoh që nuk e kam emrin në këtë. Si procedohet? Pse është ky ndryshim? Atëherë, në rast më vjen një qytetar dhe i bëj një kontroll këtu dhe nuk më del në këtë qendër vendore, unë i jap një fletë që udhëzoj në qendrën që është. Ishte një qendër 1688 fraksion 0 në Moskë. Në rast e sot dhe nuk e dim se ku ndodhet kjo qendër. Ka ndodhur në shumë raste. Del në këtë shkollë, po nuk e dim se ku ndodhet. Është një godinë tjetër ngjitur me këtë shkollë që ka Nxjerrët në këtë shkollë. Po. nxjerr në shkollën Kushtrimi i Lirisë. Pra qytetari vjen këtu për të votuar, por ndërkohë edhe pse janë nxjerr letra në shkollën Kushtrimi i Lirisë, ai nuk e ka emrin këtu. Nuk e gjen. Nuk po e gjen qendrën. Si do procedohet me këtë qytetar? Nuk e di, se kam ide. Nuk jam i autorizuar për këtë. Sepse qytetari kishte ardhur së bashku me bashkëshorten e tij për të votuar. Jam përgjegjës për këtë. Jo, si keni proceduar me personat e tjerë? Duhet ta përcjell, e kupton, të gjej qendrën e votimit. Deri në këtë momente sa kanë votuar në këtë qendër votimi? Keni një numër? 350 qytetar. Mund të kemi një orar kur ka qenë piku i këtyre votimeve më së shumti? Zakonisht gjatë drekës, nga ora 12 deri në ora 3. Gjatë drekës ka pasur më shumë fluks qytetarësh që kanë ardhur për të votuar. Si është kështu me hope. Nuk është se ka gradualisht ka pasur votues, kështu që prej pas akoma kemi akoma edhe 2 orë kohë, kështu që Kërkoni shtyrje të procesit nëse do të ketë se besoj, kemi drejtën tonë për të futur brenda votuesin e fundit që është e dera. Edhe nëse kalon ora 7. Keni pasur probleme me pajisjen? Jo, deri tani jo, asnjë problem. Nuk ka pas asnjë problem, kam funksionuar interneti. Shumë mirë. Shohim Ola një problematik në fakt të qytetarëve të cilët kanë mbritur që në mëngjes për të votuar në shkollën Kushtrimi i Lirisë, ndonse fleta e nxjerr nga ky aparat është konfirmuar se qytetari voton në shkollën Kushtrimi i Lirisë, përsëri qytetarët nuk e kanë pasur emrin në shkollën Kushtrimi i Lirisë, por në një godinë tjetër që sipas qytetarëve nuk ndodhet në këtë shkollë, por në një godinë ngjitur në shkollën Kushtrimi i Lirisë. Pra kanë qenë qytetarë të shumtë të cilët kanë proceduar në këtë mënyrë dhe kanë marrë informacione për qendrën e tyre të votimit vetëm kur kanë mbritur këtu dhe kur kanë dorëzuar kartën e tyre të identitetit. Do të shohim në fakt nëse do të ketë një problematik tjetër. Ashtu si që dëgjuat dhe pak më parë, zotria djali i cili merret me këtë proces, pra vendosjen e kartës së identitetit në aparaturën e identifikimit, ai tha që nuk ka pasur një shpjegim në lidhje me këtë situatë, edhe pse adresa del në shkollën Kushtrimi i Lirisë për qytetarët të cilët kanë mbi 20 vjet, siç e tha dhe zotria pak minuta më parë, ai i cili ka votuar mbi 20 vjet në këtë qendër votimi. Do të shohim në fakt se si do të procedohet me këto qytetarë që emri i del në këtë qendër votimi, por pse sa është nuk numri kanë i të tyre? drejtën e votës Sa në këtë mendohet qendër të jetë numri i votimi. këtyre qytetarëve? A kemi një numër të lutem se sa ka qenë sot vetëm në këtë klasë ku ne ndodhemi në këtë momente? Keni një parafërsisht sa keni pasur qytetarë të tillë, të cilët kanë ardhur, kanë vendosur kartën e identitetit dhe më pas kanë marrë informacion që edhe pse adresa është në shkollën Kushtrimi i Lirisë, ato nuk e kanë pasur të drejtën e votës. Nuk e kam një numër të tillë.
Nuk ka një numër të tillë, zotëria i cili Okej, është qartë. marrë, është në një nga klasat, pasi ka dhe klasat të tjera këtu në shkollën Kushtrimi i Lirisë, por nuk ka një numër të saktë se sa ka qenë numri i qytetarëve të cilët nuk e kanë pasur emrin në këtë qendër votimi. Po, Ola. E qartë. Mirë, faleminderit Ariola për informacionet e përcjella në studio. Është normale kjo që dëgjuat, Faleminderit, profesor? Shiko, procesi i hartimit të listës së zgjedhësve tek ne është